الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allah xhalla shanuhu, krijuesit të gjithësisë. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, rahmeti dhe bereqeti i Allahut qoftë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi mësuesin e njerëzisë, mëshirën e njerëzimit, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. I nderuar xhamat dhe shumë të respektuar ndëgjues të radios islame, ju përshëndesmi me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësit, dhuntit, begatit e Allahu qofshin mbi ju dhe mbi familjet tuaja. Në ligjëratën e sotit do të flasim për një vepër të ndaluar nga krijuesi ynë, Allahu xhalla shanuhu, dhe nga Muhamedi alayhis salam. E ajo vepër është pirja e alkoolit. Islami e ka ndaluar alkoolin në mënyrë të prerë dhe atë e konsideron si nëna e të gjitha të keqijave. Alkooli është ndaluar nga Allahu xhalla shanuhu dhe nga Muhamedi alayhis salam për shkak se ai ka dëme të mëdha tek njeriu në mendjen e tij, në trupin e tij, në shëndetin e tij dhe në shoqërinë e tij. Allahu xhalla shanuhu ka ndaluar alkoolin dhe çdo gjë që është e dëmshme për njeriu, kurse ka bërë të lejuar halal çdo gjë e cila është në dobinë e njeriu. Pra të gjitha ndalesat e Allahu xhalla shanuhu dhe të Muhamedit alayhis salam janë ato gjëra të cilat i bëjnë dëm shëndetit të njerit. Asgjë nuk është në Islam e ndaluar e që është në dobinë e njeriut, dhe asgjë në Islam nuk është e lejuar e që është në dëmin e njeriut. Pra ashtu si ndalesat dhe lejesat në Islam janë ato gjërat të cilat i bëjnë dobi të njeriut janë të lejuar, e janë të ndaluar ato gjërat të cilat i bëjnë dëm njeriut. Ashtu si thamë në fillim se alkooli është një prej ndalesave të Allahu xhalla shanuhu, e për këtë kemi ajetin kuranor ku Allahu xhalla shanuhu thot: Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amila shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. O ju që besuat, s'ka dyshim se vera, bigjozi dhe hedhja e shitjetës përballë janë vepra të ndyta nga shejtani. Pra, largohuni prej tyre që të jeni të shpëtuar. Shejtani nuk dëshiron tjetër përveç se në prerjen nëpërmjet verës dhe bigjozit të hedh armiqësi mes jush, që pengojnë nga të përmendurit Zotit dhe t'ju largojnë nga namazi. Pra, nga ky ajet kuranor ku Allahu xhalla shanuhu thot pirja e alkoolit është ndaluar rrëtësisht, pasi ajo është një vepër e shejtanit të mallkuar, e shejtani siç e dim e ka për detyrë të gjitha veprat e njeriu t'ia bëj veprat e këqija t'ia bëj të mira, që t'i praktikojnë ato në mënyrë që njeriu besimtarët të bëjnë mëkate. Por jo vetëm që Allahu xhalla shanuhu na tregon se alkooli është prej veprave të shejtanit të mallkuar, por gjithashtu Allahu xhalla shanuhu na tregon se shejtani nëpërmjet alkoolit dëshiron të sjell armiqësi mes njerëzve, që pengojnë nga të përmendurit e Zotit dhe t'ju largojnë nga falja e namazit. Pra, të gjithë ne e dim se personat të cilët pinë alkool, ata kanë probleme në familjen e tyre dhe në shoqërinë e tyre. Po ashtu, të gjithë ata personat të cilët bëjnë
pirjen e alkoolit, atyve as nuk I bën mend për me përkujtu Allahun xhaleshanuhu, për të dhënë shahadetin, për të dhënë fjalë me të cilat përkujtohet Allahu xhaleshanuhu, siç është fjala Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah e fjalë tjera. Po ashtu, personat të cilët pinë alkoolin, ata as që I shkon mendja dhe as që e din që duhet me fal namazin. E kjo pra këtë na ka treguar Allahu xhaleshanuhu në ajetin të cilën e cekëm se nëpërmjet veprave të ndyta shejtani dëshiron që të shpreh armiqsinë në mes njerëzve, në mes familjeve tona, e kjo siç është pirja e alkoolit dhe të mos të na largoj prej përmendjes së Zotit dhe të na largoj prej obligimeve siç është falja e namazit, agjërimi I Ramazanit e vepra tjera. Pra alkooli jo vetëm që sjell gjunahet e për të cilat do të digjemi në zjarrin e xhehenemit, por ai sjell edhe dëme të shumta të mëdha në këtë botë tek besimtarët. Pejgamberi alayhis salam për rëndësinë e alkoolit që është një prej veprave të ndaluara ka thënë: largoni nga alkooli se ai është nëna e të gjitha të këqijave. Pra nga ky hadith kuptojmë se alkoolin është nga veprat më të këqija, nga se njeriu kur është I dehur mund të bëjë gjithçka. Ai në atë gjendje është në nivelin e kafshëve, bile edhe në një shkallë më të ulët se kafshët. Për këtë Allahu xhaleshanuhu thot, ata janë si kafshët, bile edhe më të humbur të tillët janë ata të marrët. Pra ata të cilat bëjnë veprat më të ndyta, të cilat I ka ndaluar Allahu xhaleshanuhu, siç është pirja e alkoolit, bërja zinas, pirja e drogës e të shumë çka tjetër, të gjithë ata persona të cilat I bëjnë këto vepra binë në shkallën më të ulët se kafshët. Cilat pija konsiderohen alkool? Këtë na ka treguar mësuesi I njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ku thot: çdo pije dehse është alkool, e çdo lloj I alkoolit është haram. Ky hadith I përfshin të gjitha llojet e alkoolit pa marrë parasysh emërtimet që I përdorin njerëzit për ato, pavarësisht nga ngjyra e alkoolit, lloji apo prodhimi I tij. Pra çdo gjë e cila është dehëse, është e ndaluar, pra konsiderohet alkool dhe është prej veprave të ndaluara. Të nderuar, jo vetëm që shejtani përdor alkoolin për që muslimanët I largojnë nga feja, por këtë e bëjnë edhe njerëzit të cilët janë armiqtë e Islamit, armiqtë e Allahut. Njëri prej armiqve të mëdhenj të Islamit ka thënë: gota me alkool dhe këngëtarja prej ummetit musliman e bëjnë atë çka nuk janë në gjendje të bëjnë një mitenka. Pra, armiqtë e Islamit kanë thënë se atë çka mund ta bëjë alkooli tek besimtarët dhe këngëtarët, nuk mund ta bëjmë ne pa besimtarët sikur t'i luftonin me një mitenke, sikur t'i shkatronin ata me një mitanke apo më shumë se 1000. Pra, aq shumë janë dëme të mëdha dhe të gjithë pa besimtarët kontribojnë dhe punojnë që muslimanëve t'ua servojnë, t'ua japin, t'ia shtin në shpirt, në zemër dashurinë ndaj alkoolit në mënyrë që t'i shkatrojnë ata dhe dashurinë në mes këngëtarëve në mënyrë sepse kanë ashtu siç thënë se kanë thënë se kjo është mundësia më e lehtë dhe suksesi më I madh për t'i shkatruar besimtarët. Për të gjitha llojet e alkoolit janë të ndaluara. Ato gjërat të cilat të dehin janë të ndaluar. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam thotë: çka de shumica apo pakica e saj është haram e ndaluar. Pra, nëse një gjë është dehëse, pa marrë parasysh a për një pikë të asaj pije, apo për një gotë apo më shumë, në qoftë se ajo të de, edhe pse ti nuk dehesh me një pikë, ajo konsiderohet haram. Jo, të mos mendojmë se ne për ta
për të pasur haram alkoholin duhet atëherë kemi harem kur të dehemi, kur të pimi shumë edhe kur të dehemi. Por jo, një gjë e cila të de, e dim që të de, pika më e vogël e saj është haram e ndaluar. Muslimani që pin alkohol, namazi i tij nuk pranohet 40 ditë. Për këtë ka thënë pejgamberi alayhis salam, kush pin alkohol, namazi i tij nuk pranohet 40 mëngjese, 40 ditë. Besimtarët të cilët pin alkohol konsiderohen besimtar me besim jo të plotë. Edhe për këtë ka thënë pejgamberi alayhis salam në një hadith, besimtari në momentin kur pin alkohol nuk konsiderohet besimtar. Dhe personi i cili pin alkohol nuk hyn në xhennet, për këtë ka thënë edhe pejgamberi alayhis salam në një hadith, në xhennet nuk do të hyjë pirsi i alkoolit. Pra, alkoholi jo vetëm që është ndaluar për pije të dëshirës së njeriut, por ai është edhe i ndaluar për shërimin e ndonjë sëmundje. Për këtë ka thënë i dërguari i Allahut në një hadith, vërtet Allahu i Madhërisht nuk e ka bërë shërimin e juaj në atë që e ka ndaluar ai. Pra, të mos mendoni se pirja e alkoolit është vetëm haram për me pi për tjerë, por ajo është haram për të gjitha punët, edhe në qoftë është për shërimin tonë, sepse Allah xhaleshanehu, sipas hadithit pejgamberit alayhis salam, nuk ka caktuar shërim në ato gjëra të cilat i ka bërë të ndaluara. Alkoholi është i ndaluar dhe ndalohet shitblerja e tij. Pra, jo vetëm që sipas dëshirës, edhe sipas nevojës, por alkoholi edhe është i ndaluar edhe shitblerja e tij. Pra, tregtia me alkohol është ndaluar në Islam. Ka Ibn Abbasi radiallahu anhu transmetohet të këtë thënë, kam dëgjuar të dërguarin e Allahut duke thënë, më erdhi Xhibrili alayhis salam dhe tha, o Muhammed, vërtet Allahu i madhëruar e ka mallkuar alkoolin, ai i cili e shtrydh alkoolin për atë të cilin shtrydhet ai i cili e pi atë, ai i cili e bart atë për atë të cilin bartet, ai i cili e shet atë për të cilin shitet, ai i cili shërben me të dhe për atë të cilin shërbehet. Pra, të gjitha personat të cilat miren me këto vepra të cilat i bëjnë këto vepra, këto punë gjatë përdorimit të alkoholit, ata konsiderohen prej gjunahqarëve të mëdhenj, pasi jo vetëm pirsi i alkoholit konsiderohet si gjunahqar, por prej fillimit që ai i cili e mbjell alkoholin e deri tek ky i cili e pin alkoholin, të gjithë personat të cilët miren me këtë vepër konsiderohen prej gjunahqarëve të madh. Përpun, e lusmi Allahun xhaleshanehu që na bëj prej atyre besimtarëve, të cilët ndalojnë jo vetëm nga pirja e alkoolit, por nga të gjitha veprat të cilat i ka ndaluar Allahu xhaleshanehu. Dhe këtë temë të nderuar xhamat dhe të nderuar dëgjues e kemi përgatitur pasi që për fat të keq shumë prej muslimanëve po miren me pirjen e alkoolit, ashtu siç po miren edhe me punët tjera me të cilat i ka ndaluar Allahu xhaleshanehu, siç është bërja e zinas, imoraliteti, pirja e drogës e gjuna të tjera. Edhe një herë e lusme Allahun xhaleshanehu që na bëj prej atyre besimtarëve të cilët ndalojnë nga pirja e alkoolit dhe nga ndalesa tjera, e të na udhëzoj Allahu xhaleshanehu në rrugën e tij dhe në zbatimin e urdhrave të tij dhe në të porosive të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, të jemi besimtarët të cilët i ka urdhëruar Allahu xhaleshanehu me qenë të devotshëm, që me largu për veprave të ndaluara dhe me vepru veprat të cilat i ka urdhëruar Allahu xhaleshanehu, në mënyrë që të fitoni mirësitë e Allahu xhaleshanehu në këtë botë dhe në botën tjetër, e të mos na dënojë Allahu xhaleshanehu në këtë botë, në jetën e varreza dhe në xhehenemet e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.